Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hajmalie e fuqishme, vendosni një gjethe dafine në portofol dhe do ngeleni pa fjalë. Gjethja e dafinës është konsideruar si një bimë e shenjtë prej mijëra vitesh. Është një shtesë e shkëlqyer për pjatat, u jep ushqimeve një aromë specifike dhe e bën ato më të shijshme. Ndihmon në të përzierat dhe rregullon sheqerin në gjak dhe çaji me gjethe dafine do të qetësojë gjithashtu edhe kollën. Gjethet e dafinës gjithashtu mund të rivendosen edhe në ngjyrën origjinale të rrobave që keni lyer gabimisht dhe ka shumë besime që pretendojnë se kjo bimë ndihmon për të tërhequr lumturi dhe pasuri në shtëpinë tuaj, citon Brightside. Besohet se fletët e dafinës janë një hajmali e fuqishme e mirëqenies financiare dhe do të tërheqin në këtë mënyrë edhe më shumë të ardhura sipas Feng Shui. Nëse do të shikonit se gjethet e dafinës do të kenë një shumë përfitimesh, atëherë mund t'i përdorni në këto raste. Nëse do të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht në ato që kanë të bëjnë me financat tuaja, mund të mbani në dorë ose në rastin më të keq në ditar një gjethe dafine aromatike. Do t'ju japë besim dhe do të sjellë lumturi. Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj, duhet të vendosni një gjethe të vogël dafine në të në një xhep të fshehtë. Kjo do të tërheqë kartmonellat e reja. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku mbani para. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e arritjes së pasurisë. Kur hëna është e re, shkruani një dëshirë në gjethet e dafinës dhe përpiquni të mos e dëmtoni atë në atë rast. Vendoseni këtë flet në një vend të fshehur me para dhe kur hëna të jetë plot, digjeni atë. Hidhni irin jashtë dhe prisni që ëndra juaj të realizohet më shpejt. Kur hëna të mbushet, skuqni gjethet e dafinës në një tigan të zjerë të ulët për të rritur aromën dhe këshillohet që gjethet t'i spërkasni lehtë me vaj ulliri. Kur përmbajtja e tiganit të lëshojë aromën, fikeni sobën dhe lini erën të hyjë në të gjitha dhomat tuaja. Gjethet e dafinës vlerësohen prej kohësh si një erëz e lartë që u jep pjatave një aromë të veçantë, por edhe një ilaç natyral që ka efekte antiinflamatore dhe antiseptike që mund të jetë gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë për të kthyer edhe të ardhurat në anën tuaj. Edhe pse parat nuk janë një garanci e lumturisë, ato janë të domosdoshme. Secili do të donte të kishte sa më shumë para që të mund të përballonte atë që dëshironte, të zgjidhte problemet, të jetë i shkujdesur, të sigurojë vetes dhe familjes së tij një jetë komode në mënyrë që të përmbush edhe dëshirat e tij. Edhe pse duhet të punoni shumë për të fituar, ka diçka që mund t'ju ndihmojë sipas Feng Shui. Këto janë objektet dhe ritualet të caktuara që besohet se kanë fuqinë për të tërhequr para dhe prosperitet. Mund t'i vendosni në shtëpinë tuaj ose në portofolin tuaj për të pasur gjithashtu më shumë prosperitet me financat tuaja, citon Feng Shui. Shkruani dëshirat tuaja në një letër të kuqe dhe e lidhni me një fill mëndafshi të kuq. E vendosni letër në vendin ku mbani parat tuaja ose thjesht vendoseni në portofolin tuaj. Besohet se gjethet e dafinës mund të tërheqë lumturi dhe pasuri. Shkruani simbolin për monedhën e dëshiruar në fletën e dafinës dhe një shënues dhe vendosni në portofolin tuaj. Në Kin, orizi është simboli i jetës së mirë dhe bollokut. Besohet se mbajtja 21 kokra orizi në një portofol tërheq energji pozitive, por gjithashtu parandalon shpenzime të panevojshme të parave. Nuk do t'i ishte keq që të ndërroni rregullisht kokrat për të tërhequr energji të freskët. Mos lejoni kurrë që komoditi juaj të jetë bosh. Le të mbajë të paktën një kartmonell për sa kohë që ajo nuk është plotësisht bosh. Gjithashtu besohet se sa më i lartë emërtimi, aq më shumë fat dhe para tërheq. Keni kujdes që të mos mbani në të kartmonella të vjetra dhe të grisura. Ato nuk sjellin bollok, përkundrazi. Nëse mbajnë në portofol disa monella të vjetra që nuk janë më në qarkullim, hidhini ato menjëherë pasi sipas Feng Shui mund të jenë edhe ana negative e sjelljes së parave. Për ditë ankoheni për parat, për portofolin që zbrazet sapo e keni marrë rrogën. Shpenzimet janë të larta, të ardhurat shumë të ulta. Por a keni menduar ndonjëherë që shumë gjëra kanë lidhje me fatin?
Mos e ka në fajin ngjyrat e portofolit që asnjë monell nuk dëshiron të qëndrojë brenda, që leku bëhet me këmbë dhe sa futet ikën me vrap. Feng Shui ka treguar lidhjen që ekziston mes tij dhe portofolit dhe sidomos ngjyrës së tij. Rritja e pasurive dhe portofoli i ri. Ndryshimi i portofolit është një nga metodat për të rritur fatin në para. Pasuria banon më mirë në një portofol të ri sepse në një portofol të vjetër sipas Feng Shui. Kështu që mos prisni më, por blini një të ri. Forma, dizajni ose marka nuk ka as pak rëndësi. Ngjyra e rekomanduar nga Feng Shui është ngjyra e arit, e verdha, roza e ndezur, e bardha, e zeza dhe bezha. Sidomos ngjyra e artë që ka një fuqi të jashtëzakonshme për të tërhequr lek në portofolin tuaj. Këtu ka një sekret. Kjo ngjyrë nuk rekomandohet as pak për ata që kanë edhe luajnë lojra fati ose synojnë të bëhen të pasur shumë shpejt. Portofoli mund të jetë i gjithë i artë, por ai mund të jetë i zbukuruar me këtë ngjyrë ose të ketë një hajmali. Portofoli ngjyrë roze ndezur rekomandohet kryesisht për femrat. Kjo ngjyrë pikërisht i bën lekët të shtohen, sidomos për të arritur edhe pikësynimet që i bëjnë ëndrat tuaja të realizohen gjithmonë në zhvillimet ekonomike. Përveç kësaj, ajo përmirëson marrëdhëniet e njerëzit, sjell fat dhe dashuri. Kjo gjë vlen edhe për rrobat, nëse keni veshur diçka në këtë ngjyrë, fati në të mund të jetë më i madh dhe në rritje sipas Feng Shui. Thonë për ngjyrën e verdhë që influencion hilet me parat, por ama gjithmonë është të thënë se ajo çfarë rrit fatin në portofol është pikërisht ngjyra e verdhë. E keqja është se fuqia për të futur lek në portofol është po aq e madhe sa fuqia për t'i nxjerrë ato nga portofoli juaj. Ka edhe një truk tjetër që mund të miksosh edhe ngjyrat e portofolit, gjithashtu edhe me mënyra të ndryshme, si për shembull ngjyrën e verdhë me ngjyrën e tokës, për shembull kafen e errët. Energjia vitale e tokës sjell stabilitet dhe pengon largimin e lekëve. Ngjyra për të tërhequr dhe ngjyra për të kursyer para. Për sa u përket fuqisë së ngjyrës, ngjyra e verdhë ose e artë ka në fuqinë për të tërhequr shumë lekë, por ngjyra e zezë ka fuqinë për t'i bllokuar lekët në portofolin tuaj. Dihet se ngjyra e zezë ka fuqinë për të thithur energjinë diellore dhe për këtë arsye në Feng Shui është shumë e fuqishme për të rritur fatin në lek. Por ajo i bllokon lekët në portofol dhe nuk ndihmon as pak ata njerëz të cilët duan të investojnë ato. U përshtatet njerëzve të cilët nuk kanë nevojë për fat sepse kanë atë me bollëk. Ngjyra e cila nuk duhet asnjëherë është ngjyra e kuqe dhe ngjyra blu. Ngjyra e kuqe ka energji të fortë të zjarrit dhe ajo djeg jo vetëm diçka të mirë që mund t'ju vijë, por edhe fatin e lindur që mund të keni. Gjithashtu portofoli duhet të mbahet larg kuzhinës ose larg oxhakut zjarrit të ndezur. Ngjyra blu është ngjyra e ujit dhe si uji që kullon, ashtu edhe parat do t'i ikën nga portofoli juaj. Portofoli mbahet gjithmonë i rregullt pa fatura të panevojshme brenda tij. Duke mbajtur të rregullt, ju rrisni fatin për lek sepse leku nuk vjen asnjëherë në një portofol rrëmuj. Mos mbani shumë karta, maksimumi 2 të tilla. Lekët duan një vend të qetë dhe fiks. Një vend i errët në pozicionin verior është shumë i përshtatshëm sipas Feng Shui. Është mirë që të vendoset aty sa herë që nuk e përdorni atë. Asnjëherë nuk duhet të mbahet në çanta ose qese sepse çantat shërbejnë për të dalë jashtë. Ashtu dhe leku do të dalë jashtë gjithmonë. Sapo kthehuni në shtëpi, e merrni atë dhe nxirrni nga çanta për ta pozicionuar ashtu siç këshilluam më herët. Portofoli ka gjithashtu një jetëgjatësi. Edhe nëse nuk mund të jeni të kujdesshëm nëse ai fillon që të dëmtohet, duhet ta ndroni me një të ri i cili duhet të ketë gjithmonë monellat tuaja të fatit brenda tij. Sipas Feng Shui, këto janë ritualet më të mira që ndjekin persona të ndryshëm anë mban botës, dhe të cilët predispozohet se mund të sjellin anën pozitive të fatit drejt tyre duke rritur kështu edhe një financë më të mirë në të ardhmen tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.